Shqipërisë si duhet me pas një intervenim Shqipërisë dhe Kosovës në arenën ndërkombëtare për drejtat e shqiptarëve të Luginës Preshevës. Për shembull, Edvin, se di sa jeni ndjeni, dje ka qenë presidenti Vučić në Preshevë, në një fshat Preshevës, ku i ka vetëm 30 banorë, nuk e ka taku asnjë politikant Preshevës, as kryetarin e komunës, as zëvendës kryetarin, as një lider të komunës Preshevës, edhe po ta mersh edhe ta shikosh videot që kanë dalë në publik, i shef ankesat e serbëve lokal për shqiptarët e Luginës Preshevës, sepse ne në institucionet lokale nuk e flasim gjuhën serbe, sepse ne punësohemi edhe pse kemi qenë për shembull në UÇPMB ose UÇK, edhe pse shteti ka dhënë amnesti, ka pas marrëveshje të konsulit në shume, është legale dhe kanë drejta me u punësu ato persona. Edhe po ta shifsh reagimet e presidentit Vučić janë një anashkalim totalisht shqiptarëve të Luginës Preshevës. Ne jemi taksapagues brenda Serbisë dhe realisht duhet të vlerësohemi, sepse fundit siç thojnë ata jemi qytetarë të shtetit. Po drejtat barabarta si të gjithë tjerët, qytetarët e Republikës Serbe. Po, realisht zyrtarisht i bie ashtu, edhe pse ne nuk ligjërisht në nivel lokal në komunë të Preshevës gjuha shqipe është zyrtare dhe bënën diçka të madhe, një teatër mbrëm aty në një fshati Sërzaç të Thirrët, ka 30 serb prej s'ka banor tjerë, kishte ardhur prej Beogradit me komplet makinerinë e tij aty edhe bënte propagandë për zgjedhje. Është drejta e tij, është çështja e tij. Po unë problemin e kam me shqiptarët, me Kosovën e me Shqipërinë për shembull. Ne s'kemi nevojë me pas një zyre në Beograd, se ne kemi 20 zyre, kemi komunë, kemi këshill nacionale, kemi ambasadën shqiptare në Beograd. Pse ta kemi edhe një konsullat që lejojmë aty në Shkodër? Çfarë do bëjmë? Tash ti do ta përdorësh Preshevën si karrem për integrim evropian, atë ne s'ta lejojmë. Unë personalisht jam i bindur dhe kam bindje, kam analizat sakta se konsullata, shkëmbimi i konsullatave nuk është i mirë për shqiptarët. Është një lojë diplomatike e cilën e fiton Serbia. Edhe do ta fitojë, edhe do flasim edhe për të ardhmen se do ta fitojë Serbia. Shqiptarët në Luginës Preshevës kanë nevojë për integrim, kanë nevojë për strategji kombëtare. Ajo bëhet përmes Tiranës, nuk bëhet përmes konsullatës në Beograd që do ta hapin. Fundit 2-3 aktivitetet që i ka pas ambasada e Shqipërisë në Preshevë Beograd nuk na kanë lejuar as flamurin shqiptar me përdorë të disa herë ndjeni. Ne jemi pakicë kombëtare që kemi drejt me përdor flamurin. Patjetër, po. Jo, e di këtë, edhe çështja e flamurit. Po, se do mbetej në konsullatën e Shqipërisë pastaj të ngrihej flamuri shqiptar në Luginën e Preshevës, vetëm po kur të bëhet, nëse juve s'ju lejojnë. Shumë e qartë kjo që thoni ju Aziz, që ne na duhet një mbështetje nga Kosova dhe Shqipëria më e madhe se sa zyrat, sepse duhet vëmendje rast parë. Për shembull, të dyja këto lajmet që po diskutonim, edhe vizita e Vučić në Luginën e Preshevës, sado periferike në fshat aty dhe e kujdesshme, edhe ky takimi me gjithë liderët e politikë të Preshevës në ministrinë tonë të jashtme nuk janë pothuajse fare në median tonë sot këtu, po të shikosh dhe po të lexosh, shumë pak preken gjërat edhe që kanë bëjnë me Luginën e Preshevës. E kuptoj këtë që kërkon një ndryshim shumë më thelbësor të vëmendjes ndaj Luginës së Preshevës. Edhe është turp për një zyrtar të lartë shtetëror me pas postimet Facebookut, na nuk kemi luftë përmes Facebookut të tim. Neve na duhet luftë diplomatike, luftë politike. Ne jemi çështje paqe tash, edhe duhet nëse kemi postimin e ministrit të jashtëm mund ta kemi që të shohim dhe fotot. Po, ndjes Aziz. Dhe tash ta merr ta lexosh atë postimin 3 herë lexova se kuptova sepse